Zoti Blushi në emër të opozitës, ne thamë se do mungonit sot, po Nuk ju lem asnjë hapësirë jo, kësaj mazhorance. jo hapësirën e keti se ke karikën tonë dhe problemi është se në çdo dhe me çdo mënyrë në institucione dhe në rrugë. ju lutem, e keni pyetja diskutim. Unë kam të shkrira së bashku, por sigurisht që nuk mund të mungojnë dhe pyetjet. Dakor. Së pari, do doja nga nismëtari, sepse shoh në relacionin e projektligjit që ju pretendoni se ky projektligj është koherent me frymën e reformës kushtetuese të vitit 2016. Pra, në kuptoni që çdo projektligj në respekt të kësaj fryme duhet të jetë konsensual. Ju ndërkohë sillni një nismë të njëanshme të pa konsultuar me opozitën dhe që shkon në shkelje të këtij pretendimi që ju paraqesni në projekt ligj. Keni koment për këtë? Pra, a duhet që çdo ligj i kësaj të ashtuquajtur reformë, se në fakt vetëm për reformën drejtësi nuk mund të flasim. Duhet të jetë një ligj konsensual? Pyetja e parë. Pyetja e dytë është, meqense jemi te reforma në drejtësi dhe është një reformë e cila për fat të keq që kur ju kapët si mazhorancë apo zgjodhët prokurorin e përgjithshëm me 69 vota u zhbë edhe u shndrua një reformë më saktë një rama formë, sukseset e cilës i ka përshëndetur vetëm Charles Megonigali, duke i cilësuar si një mundësi e madhe për të dhe për Edi Ramën. Ju keni një koment si nismëtar që në çfaz a jeni të kënaqur si mazhorancë, a keni kapur totalisht apo keni ndonjë institucion ende të pa kapur? Zoti Blushi. Janë pyetjet e mia tani. Po janë tika unë këto pyetje, ma ajo është nismëtari, 2 projekt ligjeve teknike. Do përgjigje për këta ta jap. Më fal, po tani për çfarë projekt ligjesh teknike flasim kur ju e keni kapur përfyti një reformë që vetëm Charles Megonigali e përshëndet. Pra një reformë e cila është shndruar në mundësi të mëdha vetëm për Charles Megonigali dhe për Edi Ramën. Sepse që kur kapët prokurorin me 69 vota, ende s'ka një sqarim zyrtar nga mazhoranca. E cilësoni normal atë votim të Arta Markut, se kapja e Arta Markut, solli kapjen e KLP-s, prodhuat një prokurori politike, një KLP politike. Ju lutem qetësi sepse këta janë me kohën 7 vjet mbrapa. Sepse prokurori i përgjithshëm me mandat kushtetues, sepse ju avanconi mandat, ju vazhdoni ala me para 7 viteve. Ju avanconi çdo ditë me kapjen e reformës edhe arrini çdo ditë suksese imagjinare. A e ke lexuar çka projekt ligji apo? Por ndërkohë, o zoti Blushi. Jo, un kam lexuar në fakt indeksin e sundimit të ligjit. Pra ju na vini këtu me projekt ligje. Ju e di që ju shqetëson ky fakt, por mos harroni që jeni të gjithë viktima të ramaformës. Edhe fakti që jeni viktima të ramaformës të gjithë do bëni viktima, po e dëshmon çdo ditë kjo qeveri, se ramaforma vetëm i qëllim ka. Imunitet ka vetëm Edi Rama. Të gjithë tjerët janë subjekte të ramaformës, edhe ka dëshmuar dhe e dëshmoi së fundmi edhe me zëvendës kryeministrin. Pra të gjithë jeni subjekt, të gjithë jeni viktima. Po kur ta kuptoni do jetë ende vonë. Dhe shpresoj që të ndërgjegjësohen disa prej jush. Por ende herët më fal që ju falenderoj zonja Bylyk Bashi që më ndiqni me shumë vëmendje dhe kjo tregon që jeni shumë e vëmendshme. Por doja të dija, a keni një koment për këto deklarata, për këto qëndrime të pikërisht atyre që janë subjektet korrupsionit tuaj, pra për Charles Megonigali, që e ka cilësuar si një mundësi të madhe e ramaformën. Dhe ju tani vini na prezantoni këto projekt ligje, a thua se qëllimi juaj është forcimi i reformës. A ka moral kjo gjë? Se unë e di që s'keni moral politik, jo. Tani bëni serioz. Bëni serioz. Më serioz se kaq kemi zgjuarmi ne, po. Vazhdoni miratoni këto. Bëni ju lutem ju serioz se kjo është pjesa e dytë e intervistës që ka botuar shtypi sot, se të parën e kanë lexuar kolegët. Kjo e jotja është ajo që do dalë nesër, me sa shoh unë. Më kupton? Jo, se në përgjithësi shtypin e ditës e ndjekin deputetët,
Edhe e kanë lexuar pjesën e parë të intervistës. Kjo është e dyta, pra e kam pyetje, kjo që po thoni ju është e dyta. Unë po ju paralemëroj të gjithëve, do bëheni subjekte të Ramaformës, se Edi Rama po e dëshmon çdo ditë që nuk ju kërsen. Do bëheni të gjithë subjekte. Ramaforma ka vetëm një qëllim, imunitet absolut ka vetëm Edi Rama. E provoi Belinda. Të lutem zoti Blushi, ke pyetje se do tani vi radha juaj. Pyetja e fundit është me çfarë morali vini pasi keni kapur pasi keni dështuar, e keni bërë me qëllim dhe jeni bërë pjesë e këtij akti për kapjen e reformës me drejtësi, me çfarë morali vini dhe flisni në emër të një reforme që nuk ekziston. po faleminderit. Tani zoti Komici përgjigjet zotit Blushi do t'ja jap unë shumë shkurt. Konsensusin për miratimin e ligjeve me shumicë cilësuar e keni çdo ditë në Parlamentin e Shqipërisë. Rasti i fundit me zgjedhjen e avokatit popullit tregon që të lutem, tregon që Këto janë diversione. Kjo maggiorancë jeni mjeshta për diversione, po nuk po i përdor është momenti. ato numra Nuk është momenti. për të në funksion të agjendës së integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sepse kjo agjendë, kandidatura juaj. kjo agjendë nuk pret është e Edi Ramës, nuk pret që ne të rrim të lidhur pas jush, të lutem. E dyta, ju na thoni dhe na pyesni me kë i konsultojmë ne këto ndryshime që sjellim. Sigurisht që destinacioni ynë është i përcaktuar. Me George Sorosin e me Lutem. Këto ndryshime që ka sjell edhe sot në këto dy ligje të rëndësishme të reformës në drejtësi kolegu ynë Komici, që meriton respekt si kolegu yni, sigurisht ti nuk ishe në fillim mbledhjes, sepse sot ju e kishit vendosur të mos merrnit pjesë mbledhje komisioni, po me sa duket u paq agjenda ndryshon rrugës edhe erdhe me shpejtësi agenda e komisionit, lutem, sepse duhet ta bësh këtë deklaratë. Partia e Lirisë nuk ka agjendë vetëm mbrojtjen e interesit publik. Edhe të një reforme që ne kërkojmë në fillim të mbledhjes, ju doni ta mbani këtë dirama. E kam bërë të qartë për opinionin publik, lutem. Fort. E kam bërë të qartë për opinionin publik. Që sot do të zaurojmë diskutimin në parim të këtyre dy nismave, ndërsa shqyrtimi dhe miratimi nen për nen i këtyre dy nismave që propozon kolegu Komici do të bëhet vetëm pasi ne të kemi marrë opinionin e Komisionit Evropian në lidhje me këto dy nisma. Sepse ne, zoti Blushi, me hapin e 36 kapitujve të negociatave me Bashkimin Evropian, tashmë çdo gjë e dakordësojmë me Komisionin. Sepse shqiptarët për këtë na kanë votuar dhe këtë presin prej nesh. Ju tani thoni, jo, mos i dakordësoni ose mos i diskutoni me Komisionin Evropian, po hajdeni ti diskutojmë me ju. Tani se diskutojmë ne me ju, unë këtë nuk e marr vesh, me thënë drejtën. Tani të diskutojmë ne me ju, po ta kam dhënë pra përgjigjen për raportin e avokatit popullit. Ka një komision të përhershëm të Kuvendit Shqipërisë të drejtave të njeriut, shkoni atje edhe diskutojeni raportin e komision e avokatit popullit. Tani ju nuk ju flisni, ju a standardet e Vladimir Putinit nuk arrini dot. Dhe tani na bëni këtu moral për standardet europiane? Ore, më fal të lutem. Më vjen keq që për më drujtësi, po ky është fakt. O zoti Blushi. Bëre mirë që erdhe sepse kishim nevojë të dëgjojmë sot. Jo, ne na keni përballë në komision, në rrugë, në çdo lagje, në çdo pallat, kudo, aty do na keni. Edhe në komision, patjetër. Po ne shiqur që ju kemi. Po nuk bëjmë ne gabimet. Nuk bëjmë ne gabimet atyre që dishin mandatet. Ne shiqur që ju kemi si opozitë. Po falur gjithë pushtetet e Tiranës. Nuk i bëjmë ato gabime na. Tani, të lutem shumë, mos e pengo agjendën e komisionit. Sepse nuk kemi ndërmend që të frenojmë agjendën tonë të integrimit dhe të kthehemi të merremi me ju. Ju sigurisht ju respektojmë si opozit, pa diskutim, sepse nuk jeni këtu prej nesh, edhe ju jeni me votat e atyre qytetarëve që nuk na kanë votuar dhe nuk mendojnë si ne, por jeni aty me votat e atyre që ju duan. Edhe që dita ditës, ata që ju duan, po paksohen numër. Kështu që unë jam i bindur. Në fakt, në qoftë se ka diçka që po tretet është qeveria, se po tretet sot ka dy kabinete qeveritare, një në burg edhe një në në zyrë. Po sepse kështu mendoni ju. Kështu mendoni ju.
Jo, fakti është ai që ndodh ditën e njëjtën në parlament. 86 numra të një maggiorancë solide që po i përdor kartonat në funksion të integrimit. Ka që shumë e thjeshtë. Zoti Komici, kjo ishte Zoti Blushi nuk kishte pyetje, sepse kam dhe një pyetje. Të lutem, s'ka asnjë pyetje se tani erdhi pyetja në telefon, ja po ta shofish tani, se jo se duket sigurun e kam ai